Lajme, kultur, mod, showbiz, art, NEE News. Ujërat në marrëdhënien mes Brikenës dhe Mateos janë trazuar sërish dhe lëvizjet e tyre të fundit në rrjetet sociale nuk kishin se si t'i shpëtonin syrit të mpret të medjave. Çifti i këtij edicioni të Big Brother VIP Albania 5 sapo i ka bërë unfollow njëri tjetrit në Instagram, duke ndezur më njëherë alarmet për një ndarje të mundshme. Ky veprim nuk është i vetmi detaj që ngrej dyshime të forta, pasi Brikena ka shkuar edhe një hap më tej duke ndryshuar foton e saj të profilit, ku më parë shfaqej krah Mateos për ta zavendësuar me një imazh që shfaqet krejtësisht e vetme. Kjo krizë e thellë vjen vetëm pak kohë pasi mediat raportuan se diçka nuk po shkonte mes tyre, pasi çifti kishte fshirë fillimisht të gjitha fotot e përbashkëta nga profilet e tyre, gjë që sot u volos zyrtarisht me heqjen e ndjekjes reciproke. Megjithatë, pikpyetjet mbeten të mëdha nëse bëhet fjalë për një ndarje përfundimtare apo thjesht për një lëvizje të mirë menduar strategjike. Këto dyshime shtohen edhe më shumë duke pasur parasysh se shumë shpejt pritet të startojë misioni Top Arena, ku çifti ishte konfirmuar se do të shfaqej së bashku madje me Brikenën në rolin e moderatorës. Tashmë mbetet të shihet nëse pas kësaj situate fshihet një dramë vërtet dashurie apo një marketing zyrtar për të tërhequr vëmendjen e publikut përpara fillimit të projektit të ri televiziv.